Dua të ndalem këtu edhe një herë për të adresuar një zhurmë të jashtëzakonshme bombash artizanale që shpërthyen në të tëra 700 tenxheret politike mediatike të Shqipërisë lidhur me një fatkeqësi natyrore ose siç quhet në kontratat e infrastrukturës një ndërhyrje në një force madhore, pra që s'ka të bëjë me njeriu, por me natyrën, në aksin e korridorit të 8, në kantierin e korridorit 8, ku po ndërtohet një nga veprat më kuptimplota të Shqipërisë së viteve pas rënies së regjimit. Dhe kjo zhurmë, kjo çmenduri, e cila përcolli në mënyrë këmbgulse në veshët e shqiptarëve mesazhin se ajo rrëshqiter për disa qindra metrash në një aks shumë kilometrësh ishte pasojë e korrupsionit, nuk është asgjë tjetër përveç se pjesë e një zinxhiri tërë histerie që i vjen rrotull këmbëve të Shqipërisë pikërisht në kohën kur Shqipëria është duke kryer misionin më historik të saj për të mbërritur më në fund në majën ku meritojnë të qëndrojnë shqiptarët, aty ku është shtëpia e përbashkët e Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht kur Shqipëria po e lufton korrupsionin më fort se asnjëherë dhe të janë fakte, këtu flitet se korrupsioni është më i madh se asnjëherë. Po kaq e vërtetë është kjo sa që është e vërtetë lidhja e korrupsionit me atë rrëshqitje. Zero. Aty ka një gjeologji të vështirë dhe rrëshqitja ka afektuar jo aksin e ri, asgjë që lidhet me kantierin dhe me të gjitha punimet që janë bërë në kantierin përgjatë segmentit rrugës Elbasan-Qafthan, por rrugën e vjetër, në një vend ku terreni malor, formacionet argjilore dhe shpatet e paqëndrueshme janë afektuar ndjeshëm siç ka ndodhur në shumë vende, duke nisur nga Greqia fqinje, për shkak të rreshjeve shumë intensive dhe këmbgulse të këtij dimri. Autoriteti rrugor shqiptar ka ndërhyrë menjëherë me masa adeguate emergjence. Policia e shtetit ka bërë të gjitha përpjekjet për siguruar prani 24 orë në të gjitha ditët që kur ka ndodhur bllokimi për të garantuar sigurinë. Puna intensive për hapjen e rrugëve alternative nuk është ndalur as një minutë, po ashtu dhe puna për të stabilizuar gjeoteknikisht terrenin. Paralelisht ekipet inxhinierike janë terren për të shkuar përtej riparimit sipërfaqësor që nuk është i mjaftueshëm, sepse duhet garantuar stabilizimi i thelluar që t'i japi fund një herë mirë problemit që është shfaqur aty dhe që ta bëj këtë në mënyrë të qëndrueshme. Dhe prandaj, paralelisht me menaxhimin e situatës aktuale, po përshpejtohet zhvillimi i kësaj infrastrukture të re strategjike. Kështu që edhe një herë është shembulli tipik më i freskët i diferencës midis realitetit dhe të vërtetave të një Shqipërie që ngjitet dhe dëshpërimit të atyre që përfaqësojnë Shqipërinë që ne gjetëm në humner dhe që nga humnera ku ndodhen duan ta tërheqin këtë vend poshtë, por nuk kanë për t'ia dalë sepse kjo Shqipëri nuk ndalet.